Këshilli Komunal i Gostivarit ka zhvilluar seancën e 8, ku në rendite kanë qenë disa pika që lidhen me sektorin e urbanizmit dhe zhvillimit hapësinor. Gjatë debatit, Këshilltari Komunal Sadri Saliu kërkoi që Komuna e Gostivarit të nisë procedurën për hartimin e një plani urbanistik për fshatin Qengran, duke theksuar se ky vendbanim, si një nga më të mëdhenjt në rajon, meriton të përfitojë nga një plan i mirëfillt urbanistik. Saliu tha se mungesa e planit urbanistik po u krijon probleme të shumta qytetarëve, sidomos familjeve që kanë ndërtuar shtëpi dhe nuk mund të realizojnë kyçet në rrjetin elektrik. Nga shpërbërja ish komunës së Qengranit, nga viti 2004, Qengran nuk është prur asnjë plan urbanistik. Ka ngel vetëm ai dikushmi për një pjesë të caktuar. Dhe shumica e popullit tash ballafaqohet me problem për ndërtimin e shtëpive të reja. Mungesa e planit urbanistik po krijon probleme serioze, sidomos të një numër i madh i qytetarëve që kanë ndërtuar shtëpi dhe nuk mund të kenë kyçet e EVN-ja. Vetëm për shkak të mungesës së planit urbanistik dhe dokumentacionit përkatës. Kjo vështirëson jetën shumë familjeve, sidomos mërgjimtarëve, që ende investojnë në vendlindje, gjersën e tyre, mundin e tyre, dhe në fund nuk mund të bëjnë një kyçe në EVN, për shkak të mungesës së planit urbanistik. Prandaj, kërkoj si këshilltar dhe si kryesues këshillit ta inicojmë këtë procedurë, sa shumë urgjente. Nëse kjo nuk miratohet dhe nuk fillon tash, do ta humbin edhe atë pak interesim dhe ato pak ndërmarrje ndërtuese që kanë ngelur dhe që nxjerrin bukën e gojës nga ndërtimi. Dhe sa mundet një plan urbanistik të bëjë një vendbanim dhe një fshat apo një komunë rurale, siç është Bërvenica deri në kufi me Qengranin, dhe të shkatrojë dhe të pres mbi 10.000 drum pisha, dhe askuj mos reagon, pse mos bëjë Qengrani mos ketë një plan urbanistik dhe mos i ketë gjitha sendet e nevojshme që duhet t'i ketë një plan urbanistik, si zonë gjelbrimi, si zonë ekonomike dhe gjitha. Ndërkaq drejtuesi i sektorit për urbanizëm i Komunës së Gostivarit, Semir Zulbari, ka bërë me dije se së shpejti do të inicojmë procedurat për hartimin e planit urbanistik për fshatin Qengran. Për fillimin e një plani urbanistik për fshat, mund të bëjë kryetari i komunës apo të jetë iniciativë private. Pak më herët në koordinim me kryetarin, u koordinuam që nga java ardhshme të fillohet iniciativa për plan urbanistik për fshatin Qengran, për javës së ardhshme. Në fund, Këshilltari Saliu paralajmëroi se nëse procedura nuk nis sa më shpejt, do të humbet interesi i investitorëve dhe i kompanive ndërtimore që ende operojnë në këtë zonë. Sipas tij, një plan urbanistik do të mundsonte zhvillim të rregullt të Qengranit, duke përfshirë zonat të gjelbërta, hapësira ekonomike, infrastrukturë dhe standarde të nevojshme për jetesë moderne.